Pas largimit të papritur nga shtëpia e Big Brother VIP Albania për shkak të një emergjence familjare, Gjibani ka ndarë me ndjekësit një mesazh falënderimi dhe një përditësim mbi gjendjen shëndetësore të babait të tij. Në një video të postuar së fundmi, ai ka shprehur mirënjohjen për të gjithë ata që e kanë mbështetur në këtë moment të vështirë dhe ka konfirmuar se gjendja e babait të tij është tashmë stabile. Ju falenderoj të gjithëve për mesazhet dhe mbështetjen tuaj. Gjendja e babait tim është më e qëndrueshme dhe shpresoj që shumë shpejt të bëhet edhe më mirë, shprehet Gji në mesazhin e tij. Për më shumë ndiqni videon e postuar në rrjetin e tij social Instagram. Përshëndetje, e ndjej detyrim moral për të gjithë ju që më keni pyet për babin, si a babi, e për gjithë ju që më keni uru që është me datë 4 në darkë, mos vaj gabim të smajmen sa ka qenë. E ndjej për detyrim me bë këtë video me babin, sigurisht nuk desha me postu fotografit vetë as video nga spitali, sepse nuk mu duke hish me fare, me gjitha tani që ka arke shtëpia. Babu që ndjesh? Jem me mirë. E hodhe? Po, ja hodhe. Ja hodhe ti. Më kanë uru njerëz të ndryshëm, i madhe i vogël, punojës aeroportit, punojës policisë, pasagjerë, shoke, mise, të njohur, të panjohur, të famshëm e jo të famshëm, që që e ka njerëz, më kanë uru shumë njerëz të punojës të topi. Momentin që kam dalë, më kanë thënë të shku me mos u mërzit, do bëhet mirë, edhe kam dash me të thënë që ke pas dashuri me shumë njerëzve. O a këthesh për kësime të gjithve, por në besoj se prisha dhe punë. Ja, më pa përsa së më prisha punë, që a punë e prisha, s'ke prish punë fare. Biles mos thamë,